veç që na do të me pas në mbështetjen Allahun, jo në mbështetjen tek njerëzit apo tek pushteti. E ka e sjell Zoti, unë s'mërzitna. Unë e di që shkje ka me funksionu me mu pa muë, me juve pa juve. Sikur ai rasti i atij besimtarit në Arabinë Saudite, djali i ri kish pas borxhe shumë. Edhe dilke natën, hiken xhamin e laxhës edhe duhet përpjete ja Rab, ja Kerim, o Zot, o bujar, o i xhemert, pe lut Allahun. Mund sa më me i la borxhet. Një saudian tjetër kish shetit në përbot, pasonek i madh. E u kthye, është pej sunetit, kur të kthehesh pej udhëtimit, mas pare me shku në xhami, pastaj me shku te familja. Sunet i braktisun, i lam anash, nëse praktikojmë. Edhe ai shkan aty në Riyadh, në xhamin e laxhës, tu kalua për xhami peshe njonin, po fol me Zotin. Po hen për dera atje e po i afrohet ngat. Kur e kryeti ai, e tha çfarë borxhe ke? Një 50.000 rial. Në atë kohë kur ka ndodhur rasti, kanë bën ja 20.000 marka, ndoshta edhe më shumë. Edhe i thot, po konat herë në vitet e 90-ta me çeka, çekun ja musha aty, ja në shkruan. Thot merre, thot Allahu të shpërbleft, edhe ky fort as pe merr ngrek, as pe puth, as kur gjë hiç, se te na 2 euro me t'i dhon dikush, ose këtu kur po vin me kontribut disa, i jap një 50 euro më këshyr mu, ç'a me të bëj, vallai me të puthi. Jo, pasha Zotin, 5.000, se kam nërmen me të puth. Po kontribua për veti, mos mi dha mua, jo për xhami dash, jo për fukara. Hajt tash ti shko dha marr, selam aleikum, Allah ta shto bereqetin. Ha mo të këshir kështu edin. Allah i dash bereqet hala këshir, tash as një kafe në xhami tash. S'kena mundsi. Edhe ai e mor çekun, po shkon. Tu dal ky pasoniku, po i thet, "Çfarë emrin? Filan." O filan po thot, "Sa herë të kish nevojë? Sa herë të kish nevojë, hajde te unë lëpum." Tha se unë kam pasuni shumë. Tha jo, tha zvjas një herë. Pse më rezjen? Ja lipi, tha Zotit. Qanë ty Zotit, haja, kon të jashtu shëti, në turizm pa. Të bjen këto, tha ti mi bjen vetë, në zvitha me të lutë ty heq. Që shtë dhe na për xhami. As e kemi lutë Serbin, e as Macedonin, e as Malin e Zi, as kërkan heq. I këna lutë do shtete islame, po s'kontribojshin se, kur i pajshin shtëpia tonë këtë si pallate, kështu një kësaj dhe për rreth, që të këthej ke ka nevoj më ndërtu xhami, po s'pe ndërtu i lagja. Po i vallahi lagja, bash disa janë kond me mishe me shpirt kondër, po është ai që të ndihman. In yansurukumullah fala ghaliba lakum. Kur të ndihmon Allah, s'ka kush poshtë. Se po vallahi në mënyrë institucionale, private është punu me në xhamiat, po s'kan mujt asnjëherë. Kështu që edhe për xhamin, nëse kemë ndërmend ju thirr milionerave, na lutjen thirrni ja bëjmë Allahut, ai kam ju të juve. Edhe alhamdulillah keni mojt këtë popull dhe këtë fe, goxha mirë apo më mirë se sa institucione shtetërore. Tjetra vëllazëm, ajo shëshën kjo ndjenja e doas e lutjes, që çdo herë ti e din, kush do shka të bën ty, ti ja lën Zotit, e Zoti mirët me ta. Aje lype i teje, ti e shkruan dosjen, edhe ja kthen Zotit, o Zot, ti peshe që apo më bën, merro me ta. O Zot, pe me e pe lyp, ti e pja hakun. O Zot, unë e di që ti e gjykon qysh është mas miri. Edhe leja Zotit, të me pas këtë ndjenë që ti, nëse je i mizerum, të kanë bo zullum qartë, e kje Zotin që ka mo të përgjigj, herët avon lutjen tënde. Për ata pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, wattaqi da'wat madhlum, fa innaha laysa bainaha wa bayna Allahi hijab. Kje frik lutjen e atina që i ke bo zullum. Ki frik, ruju prej dos, prej lutjes se ati që i ke bo zullum. Sepse në mes lutjes se ati, edhe Allahut nuk ka hijab, nuk ka perde. Andaj, që ky mesazh do të me arrit në mendjet edhe zemrat tuaja, që nëse dikush i ngre duart ka Zoti, edhe thot, o Zot, e pja hakun filanit, e filanit që po më bojnë zullum. O Zot, prej me e përkërkojnë, one nuk ka mundësi me marr hakun, nuk jam i gjithë fuqishëm, nuk jam i gjithë pushtetshëm. O Zot, unë s'po du me u marr me ta, merro të heshmi prej qafën.
Wallahi mos flej rahat. Mos flej rahat se ka me të zonë heret avon, ka me të zonë dënimi Allahu te bareke ve taala.